Gjatë vitit 2025 në nivel vendi janë regjistruar rreth 2100 raste të reja të kancerit tek të rriturit. Drejtori i klinikës onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ilir Kurtishi, tregon se kanceri i gjirit vazhdon të mbetet lokalizimi më i shpeshtë. Vitin 2025 ne kemi evidentuar dhe regjistruar si raste të reja në klinikën tonë në kancer-regjistrin spitalor, parafatsisht numër të njëjtë rasteve me vitin 2024. Që është një shenjë mirë, pra deri këto momente kur ne flasim, kemi rreth 2000-2100 raste të reja të rriturve, pra të tumoreve të adultët, dhe me lokalizimet më të shpeshta sigurisht edhe vitin 2024, pra me dominim të kancerit të gjirit, i cili ka ataku më shumë se 460 femra, dhe për herë të parë, pra këtë vit, identifikojmë rreth 7 burra meshkuj me kancer të gjirit, që në krahasim me vitin 2024 shënon një dallim spaku 2 persona. Sfidë sipas tij mbetet furnizimi me disa barna të imunoterapisë që duhet të sigurohen nga shteti. Gjatë vitit 2025, në krahasim me vitin 2024, kur furnizimi ka qenë themi gati maksimal, këtë vit ka pas periudha kur kemi pas pengesa të vogla, do të periudha të caktuara kohore, por kjo sipas raportimeve të drejtorisë qendrore dhe baratorëve qendrore, në disa raste është lidhur edhe me mungesat e ofertuesve ose operatorëve ekonomik dhe dështimet të cilat kanë ndodhur në procedurat e tenderimit. Përndryshe, sa i përket planifikimit të barnave nga klinika onkologjisë dhe nga SHSOK, ne kemi qenë në një vit dhe kemi pas një planifikim korrekt, i cili ka përmbush nevojat e klinikës do të më shumë se 80-90%. Onkologu Kurtishi gjithashtu tha se aktualisht nuk ka listë të pritjes për shërbimet në klinikën që ai drejton. Ne në këtë drejtim mund të themi se jemi kampion, meqenëse se nuk kemi asnjë pacient i cili është në listë të pritjes në asnjërin prej shërbimeve që ne ofrojmë, pra shërbimin e radioterapisë me instalimin e 2 akseleratorëve të rejë së fundmi, kemi bërë një avansim shumë të lartë në kuptim të trajtimit të smundjeve malinje me teknika të reja të rrezatimit, siç është IMRT, VMAT dhe stereotaksi. Dhe këto momente kur flasim ne jemi duke instaluar aparatin e tretë. Ngarkesa rasteve ka filluar të lehtësohet edhe përmes angazhimit të onkologëve të rinj, sepse të gjithë përpiqen të jenë në shërbim të pacientëve. Kemi 3 specialistë të rinj të onkologjisë që do ta letoj barën shumë dhe shpresojmë që ata të kemi gjatë vitit 2026 të punësuar në klinikë, ndërkaq puna me infermier akoma, edhe pse kemi pas realisht kemi pas shpesh edhe punësime të reja të infermierëve që në vitin 2024, 2023, 2025. Sipas onkologut Kurtishi, diagnostikimi i hershëm, skriningu i rregullt dhe rritjave të dijes së qytetarëve mbeten faktor kyç në përmirësimin e mbijetesës dhe cilësisë së jetës së pacientëve me kancer.